Deklaratë për mediat dhe publikun nga Renato Mekolli. U mendova gjatë për të rihapur Facebookun, Instagram në një moment tjetër dhe për të bërë përsëri pjesë e rrjeteve sociale, të jemi sinqert, nuk ishte as pak e lehtë. Përkundrazi, ishte shumë më qetë dhe më bukur larg asaj zhurme të madhe që krijohet çdo ditë në botën virtuale. Sot jetojmë në një realitet ku shumë gjëra bëhen vetëm për të dukur, ku një pjesë e madhe e njerëzve jetojnë një jetë falso dhe ku imazhi virtual shpesh duket më i rëndësishëm se jeta reale. Por pavarësisht kësaj, jam një figurë publike dhe puna ime e kërkon këtë komunikim. Rihapja e Facebookut tim solli një reagim të jashtëzakonshëm, për mirë sigurisht. Mesazhet tuaja erdhën si një lum pyetjesh që kërkonin përgjigje. Interesimi nga publiku, por edhe nga mediat, ishte i madh dhe i menjëhershëm. E ndjej si detyrim ndaj njerëzve që më kanë ndjekur gjatë kësaj kohe dhe si detyrim ndaj mediave. Për këtë arsye vendosa të përgjigjem me këtë deklaratë publike, e cila përmbledh nga pak gjithçka, por që në fund doli goxha i gjatë. Nuk jam ende gati në një intervistë të plotë dhe për këtë kërkoj mirëkuptimin e mediave, prandaj vendosa të jap këtë përgjigje të parë për të gjithë ju, deri në një moment të dytë, që sigurisht do të vi në kohën e duhur. Nuk ishte lehtë të largohesha nga dritat dhe nga Shqipëria, por ishte domosdoshme. Faleminderit të gjithë atyre që nuk harruan kurrë dhe më qëndruan pranë. Renato i paru dojsh në hirin e sfidave të tij, por nga ai hir lindi një tjetër, më i fortë, më i vetëdijshëm dhe më i vendosur se kurrë. Kjo është jeta ime e dytë. Forcën e gjeta aty ku nuk ishte mbetur asnjë fije drite, aty ku fryma bëhej e rëndë dhe mendja kërkonte arratisje, në atë pikë kur gjithçka më thoshte të heshtja dhe të dorëzohesha, unë zgjodha të jetoj. I thash po jetës në çastin më delikat, kur fijet e padukshme me zemrës dhe mendjes rrezikonin të kaputeshin. Sot jetoj me zjarr në gjak, me sy që kanë parë ferrin, por kanë zgjedhur dritën. Kjo është fitoria ime, të dëgjosh zërin e shpirtit dhe t'i thuash vetes, ngrihu, ti mundesh. Njeriu mban përbrenda një fuqi të shenjtë, mendjen, urtësinë hyjnore, që na u dha si bekim për ditën ku kemi lindur, si armë dhe si dritë. Ai që e ndes këtë dritë rilind dhe unë rilinda. Ju falenderoj që më keni dhënë forcë dhe energji. Për ju kam vetëm një porosi, jetoni me thellësi, bëni të mirën e nëse nuk mundeni, të paktën mos bëni keq. Duaja e një njeriu brenda jush. Njeriu nuk është për të shtyr poshtë, njeriu është vlerë. Mos gjykoni, mos godisni, jepini dorën tjetrit. Ndoshta është shansi i fundit përpara se ai të heqë dorë nga kjo jetë, kur ai hap fatal të jetë bërë. Lotët dhe pendesa do jenë të vona. Le t'i japim dorën njëri tjetrit në këtë univers ku qarkullon energjia e përbashkët. Pse u largova nga Shqipëria? Nuk u largova sepse desha, nuk ishte kurrë dëshira ime të largohesha nga vendi im. Është një plagë që ende dhemb. Trauma e çdo emigranti që trupin e ka diku tjetër, por shpirtin në Shqipëri. Asnjë njeri nuk dëshiron të largohet nga vendi ku ka lindur. Zemra ime mbetet aty, në vendin tim të vogël, të bukur, të dhimbshëm. Askush nuk largohet lehtë nga rrënjët, askush nuk ëndërron të jetë emigrant, dhe kjo është plaga e çdo emigranti. U largova për të shpërtuar veten. Jeta ime u kërcënua nga segmentet e politikës shqiptare dhe nga rrethana të tjera të rënda. Përjetova skllavëri moderne dhe mësova çfarë do të thotë të jetosh në një demokraci që është më keq se komunizmi, që kanë përjetuar prindrit dhe gjyshrit tan. Mund ndalua liria e çdo gjëje dhe çuditërisht çdo denoncimi im ish duke nga policia jon pa asnjë arsye tim. Jeta ime u dhënua fizikisht dhe psikologjikisht. Luftova deri në pikën e fundit, deri në atë pikë kur mendja më shkonte në vendimin më të errët që mund të ekzistojë, në atë pikë fatale për jetën që as nuk dua t'ja përmend emrin, por nuk mund të qëndroja më. Në fund zgjodha jetën. Jam i sigurt se edhe nëna Shqipëri do më thoshte: "Birim, largohu. Misionin tënd e përmbushe, bëre të pamundurën për të jetuar këtu, por ky vend nuk i do njerëzit si ty, i do larg. Shko dhe më bëj krenar kudo që të jesh." Dhe këtë gjë bëra. Duhet të ringrija Renato me çdo kusht. Duhet të vazhdoj misionin dhe ëndrrën time. Tani po e rishkruaj historinë time nga e para, ashtu siç duhet të ishte, jo siç donin të tjerët, që 6 vjeç. Kuzhina ka qenë thirrja ime hyjnore. Kam lindur të shërbej njerëzve përmes asaj që di të bëj më mirë, përmes artit të gatimit. Ju më bët shefin e zemrave tuaja dhe kjo fitore nuk blihet, nuk fabrikohet, nuk imitohet, nuk manipulohet, nuk zëvendësohet. Kjo lloj fitoreje nuk blihet në treg, ajo gatuhet me vite përkushtim dhe me shumë dashuri. Faleminderit që më lejuat të jem pjesë e juaja dhe e zemrave tuaja. Faleminderit që më lejuat të hyj në shtëpinë e çdo shqiptari në Kosovë, në Shqipëri e kudo në botë. Dua të falenderoj me zemër dhe me përulësi dhe mirënjohje të thellë kanalin tim që më besoi, Top Channel, për besimin që më dha, duke më besuar kohën më të çmuar televizive të Prime Time në Hell's Kitchen në Albania dhe MasterChef Albania. Këto janë dy prodhime me shtrirje dhe jehon botërore, formatet më të mëdha e televizive në botë, që është ndërruar në udhëtime të jashtëzakonshme emocionesh, pasioni dhe përkushtimi profesional.
Së bashku arritëm rekorde të papërsëritshme audiencash për një reality show gatimi dhe krijuam momente që do të beten gjatë në historinë e televizionit shqiptar. Ishte një përvojë e patshmueshme, plot sfida, krenari dhe realizime të mëdha. Falenderoj nga zemra çdo person që kontriboi në këtë rrugëtim të mrekullueshëm. Mirënjohje të thellë për sponsorin tim besnik, Elka, që më shndroi pranë me respekt në çdo hap. Dua të falenderoj edhe mediat që më dhanë zë, që respektuan punën time dhe atë që un jam, që më vendosën në faqe gazetash, në kopertina revistash, në intervista me shpirt që nuk ursyen asnjëherë shkrimet e tyre plot dashuri dhe respekt, dhe që më preku më shumë prej tyre e din çfarë po përjetoja, por nuk folën, nuk publikuan, nuk shfrytëzuan dhimbjen time, më dhanë qetësi dhe kohë, dhe më lanë të flisja vetëm kur unë të isha gati. Ky është respekti i vërtet dhe unë ua mbaj në zemër. Kur nuk e kam shfrytzuar famën për të përfituar diçka dhe kur nuk kam mbajtur pranë vetes njerëz vetëm sepse kishin pushtet apo para. Gjithmonë kam dashur të luftoj vetë, t'i arrij vetë të gjitha, pa ndihmën e askujt. Asgjë nuk më është dhuruar në jetë. Çdo hap, çdo arritje dhe çdo sukses e kam ndërtuar me punë, sakrificë dhe përpjekje profesionale, pa pasur pas meje një familje me para apo miqësi të ndërtuara mbi interesa dhe paratë e pista. Prandaj kam forcën të ngrej zërin me krenari, sepse jeta dhe karriera ime janë ndërtuar mbi themele të forta dhe të palëkundshme. Askush nuk guxon të hedh balë mbi emrin tim, sepse unë kam ecur gjithmonë me dinjitet, ndershmëri dhe karakter të pastër. Në fund të vitit 2026 do të jetë gati autobiografia ime për tregun amerikan, një libër që nuk është shkruar për të kënaqur. Kjo nuk është një histori e zakonshme suksesi, është një kronikë e ashpër, e errët dhe tronditëse. Më vjen keq që Shqipëria nuk do dalë me një imazh të bukur, por kjo është historia ime dhe historia shkruhet ashtu siç është jetuar, një jetë ndërtuar mbi dhimbje, heshtje dhe një durim të dhuruar për te limiteve njerëzore. Nga hijet e fëmijërisë sime në vitet e fundit të komunizmit, deri te plagët e racizmit dhe realiteti brutal i emigrimit në Greqi, nga maja e suksesit në gastronomi, media dhe televizion, deri tek sakrificat që shkatëruan trupin dhe shpirtin tim, nga iluzioni i karantinës në Shqipëri dhe kolapsi financiar, deri tek lufta ime personale me krizat e atak panikut, ku fryma më ndërpritej dhe betejë psikologjike që më çoi drejt psikoterapistëve dhe trajnerë të jetës, përballja me demonët që më mohonin të drejtën për të jetuar. Rruga drejt majës nuk ishte e lehtë. Ishte e përgjakur, e zhvesh pa mëshirë fasadën e gastronomisë dhe iluzionin e pëlhur të artë të showbizit në Shqipëri, duke zbuluar të vërtetën pas shkëlqimit falso, disiplinë që lë plag, vetmi dhe frikë, një çmim pothuajse i padurueshëm për suksesin. Ky është një rrëfim tronditës, rrëqethës, i gdhëndur me plag, të vërtetë të pamëshirshme dhe koston shkatërruese të ndjekjes së majës. Historia ime nuk lexohet thjesht. Kjo histori është një film dhe dokumentar, ajo përmbyt, trondit dhe prekthell. Por nga rënojat, me plag dhe heshtje, gjeta forcën të ngrihem sërish, të sfidoj fundin dhe të zgjedh jetën, kundër çdo rrymë, me besim dhe shpresë. I thash vetes, ti mundesh, dhe sot jam këtu, në Miami, në dritat e një prej hoteleve më luksos të botës, me drita të vërteta dhe një shkëlqim që të verbon. Jam këtu, në vendin ku vlerësohesh për atë që je dhe ku merr atë që me të vërtet meriton, këtu ku shefi trajtohet si artist, si superstar dhe ku ëndrat guxojnë të bëhen realitet nëse punon fort dhe me shpirt. Ky është fundi i librit tim, përfillimi i vërtetë i jetës sime, një mbyllje si në përralla, ashtu siç i ka hije çdo njeriu që ka prekur fundin, por ka gjetur guximin të ringrihet përsëri. Ky është versioni im i ëndrrës amerikane, rilindja pas tuhis, drita pas errësirës dhe fitoria e madhe mbi dhimbjen. Unë nuk u dorëzova kurrë. Po ti? Me respekt të thellë ju përulem të gjithëve për dashurinë e jashtëzakonshme që më keni dhuruar ndër vite. Mbështetja, besimi dhe vlerësimi juaj kanë qenë forca ime më e madhe dhe motivimi për të vazhduar përpara me pasion e përkushtim. Ndihem i bekuar për të gjithë ju që u rrëzuat, u lodhët dhe për një çast humbët shpresën. Mos u dorëzoni, edhe nga errësira më e thellë njeriu mund të ngrihet. Besoni në veten tuaj, besoni në jetë. Unë ja dola, edhe ju mundeni. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. I juaji, shef Renato Mekolli, Miami, Florida.